Një pasdite e zakonshme thyet nga një zhurmë e dyshim që vjen nga parkingu. Dy burra po kurdisnin diçka të errët në një makinë luksoze. Ajo që ajo sheh ndryshon gjithçka dhe kërkon guxim për të i rinisë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Ishte një erë e ngrohtë pasditeje që fshinte rrugët e ngushta të qytetit bregdetar të Durrësit, duke sjellë me vete aromën e kripur të detit dhe parfumin e luleve që Kiara rregullonte me kujdes në depozitën e vogël në pjesën e pasme të luleshitses. Në moshën 17 vjeçare, ajo kishte mësuar t'i vlerësonte këto momente qetësie pas orëve të ngarkuara të punës pranë nënës së saj, Rozës. Luleshitësia Manjola ishte më shumë se një biznes për to, ishte streha ku kishin rindërtuar jetën e tyre pasi kishin ardhur në qytet 5 vjet më parë. Kiara po organizonte vazot e fundit të orkideve kur një zhurmë e çuditshme që vinte nga parkingu i tërhoqi vëmendjen. Përmes dritares së vogël dhe të pluhurosur të depozitës, ajo arriti të shihte dy burra të ulur pranë një makine luksoze ngjyrë argjendi. Fillimisht mendoi se ishin mekanik, por diçka në qëndrimin e tyre e bëri të hezitonte. Ishin lëvizje të fshehta, të llogaritura, as pak të ngjashme me një riparim të thjesht automjeti. Kurioztare dhe pa bërë zhurmë, Kiara iu afrua më shumë dritares. Ajo që pa e la plotësisht të paralizuar. Dy burrat, të cilët ajo tani i njihte si detektiv nga stacioni lokal i policisë, i kishte parë fotot e tyre në gazetë disa herë, po vendosnin me kujdes pako të vogla të mbështjellë me plastik poshtë automjetit. Njëri prej tyre mbante një tabelë shënimesh dhe dukej se po shënonte numra serik, ndërsa tjetri fotografonte çdo lëvizje. Zemra e Kiarës filloi të rrite në mënyrë të pakontrolluar. Ajo e dinte saktësisht se e kujt ishte ajo makinë. Viktor Aliu, një nga sipërmarrësit më të respektuar të rajonit, parkonte gjithmonë aty kur vinte për të marrë aranxhime lulesh për ngjarjet e kompanisë së tij. Ishte një burr diskret, me pak fjalë, por që kishte shënuar thellë jetën e saj dhe të nënës së saj. 3 vjet më parë, luleshitësia kishte pësuar një sulm vandalësh që kishin lënë mesazhe urrëtieje në mure dhe kishin shkatëruar pothuajse të gjithë stokun. Roza kishte qarë për ditë, pa ditur si ta rindërtonte gjithçka. Ishte atëherë kur Viktor u shfaq, pa bujë, me një ekip punonjësish që pastruan, lyen dhe restauruan plotësisht vendin. Kur Roza u përpoq ta falenderonte dhe të pyeste sa i detyrohej, ai thjesht i dha një kartë me një frazë të thjeshtë: askush nuk duhet të ndihet i padëshiruar aty ku jeton. Tani, duke parë atë skenë të manipulimit të qartë të provave, Kiara ndjente stomakun t'i rrotullohej. Ata burra po kurdisnin një situatë kundër Viktorit dhe, ndoshta, kundër sipërmarrësve të tjerë të ndershëm të qytetit. Ajo vazhdoi të vëzhgonte, duke regjistruar mendërisht çdo detaj, çdo lëvizje, çdo fytyrë të përfshirëve. Pas gati 20 minutash, detektivët përfunduan punën e tyre të errët dhe u larguan, duke biseduar me zë të ulët dhe duke parë përreth sikur të kontrollonin nëse dikush i kishte vëzhguar. Kiara u fsheh pas një grumbulli kutish derisa ata u zhdukën plotësisht. Kur më në fund u ndje e sigurt për të dalë nga fsheja, këmbët i dridheshin aq shumë sa që ju desh të mbështetej në mur. Ajo që kishte parë ishte shumë më serioze se çdo gjë që kishte imagjinuar ndonjëherë. Ata ishin përfaqësues të ligjit, njerëz të cilëve komuniteti u besonte dhe po korruptonin qartë drejtësinë. Roza u shfaq në derën e depozitës, e shqetësuar për vonesën e vajzës. Kiara, e dashur, çfarë ndodhi? Je e zbeth si një flet letre. Nën, unë. Kiara hezitoi. Ti tregonte Rozës do të thoshte ta përfshinte atë në diçka potencialisht të rrezikshme. Por mbajtja e atij sekreti gjithashtu dukej e pamundur. Pash diçka shumë të çuditshme pak më parë. Roza ju afrua, duke fshirë duart në përparsen me lule që mbante gjithmonë. Çfarë ishte, vajza ime? Kiara mori frym thellë dhe tregoi gjithçka që kishte parë. Roza dëgjoi në heshtje, shpreha e saj duke kaluar nga shqetësimi në mosbesim të plot dhe më pas në një frikë të thellë që Kiara e njihte mirë, e njëjta frikë që nëna e saj kishte ndjerë atë natë të tmerrshme 3 vjet më parë. Kiara, kjo është shumë serioze, Roza përshpëriti, duke parë përreth sikur dikush mund të ishte duke dëgjuar. Nëse ajo që pe është e vërtet, atëherë këta njerëz janë të aftë për çdo gjë për të dëmtuar njerëz të pafajshëm. E di, nën. Por çfarë mund të bëjmë? Kush do të na besojë ne kundër detektivëve të policisë? Roza i shtrëngoi duart vajzës me vendosmëri. A të kujtohet çfarë bëri Viktor për ne? Karta që na dha.
Më kujtohet, Kiara pohoi, duke ndjerë një nyje në fy. Atëherë ndoshta është radha jon të kthejmë mirësinë. Ndoshta është radha jon të mbrojmë ata që na mbrojtën. Në atë moment, sikur fati po orkestronte ngjarjet, ato dëgjuan zhurmën e njohur të motorit të makinës së Viktorit që po mbërrinte në parking. Kiara vrapoi drejt dritares dhe pa jo vetëm Viktorin, por edhe 4 burra të tjerë që ajo i njihte si sipërmarrës lokal, Albanin, Markun, Pietrin dhe Teon. Të gjithë zbritën nga makinat dhe ecën drejt restorantit Porti i Sigurt, institucioni më tradicional i qytetit, i vendosur pikërisht përballë luleshitses. Ata do të darkojnë aty, Roza vërejti, duke ju bashkuar vajzës së saj në dritare. Të gjithë së bashku, pa dyshuar për asgjë. Kiara ndjeu një urgjencë në rritje që po i pushtonte gjoksin. Ata duhej të paralajmëroheshin para se të ishte tepër vonë. Por si mundej një vajzë 17 vjeçare, vajza e një emigranteje që punonte si luleshitse, të afrohej burrave kaq të rëndësishëm dhe të respektuar të komunitetit? Nën, duhet t'i paralajmëroj, tha Kiara, zëri i saj duke marrë një vendosmëri që e habiti edhe vet atë. Kiara, jo. Është shumë e rrezikshme. Po sikur të jetë një kurth? Po sikur ata burra të jenë duke vëzhguar? Atëherë është edhe më shumë arsye për t'i paralajmëruar shpejt. Kiara puthi fytyrën e nënës. A të kujtohet çfarë më ke thënë gjithmonë? Që guximi nuk është mungesa e frikës, por të bësh atë që është e drejtë edhe kur ke frikë. Roza e pa vajzën me një përzierje krenarie dhe tmerri. Ajo shite te Kiara të njëjtën vendosmëri që e kishte bërë të linte gjithçka pas vitesh në kërkim të një jete më të mirë. Nëse do ta bësh këtë, do ta bësh siç duhet. Do të shkojmë bashkë. Jo, nën. Është më e sigurt nëse shkoj vetëm. Më pak e dyshim. Kiara u drejtua drejt derës, por Roza e kapi nga krahu. Premton që do të jesh e kujdesshme. Premton që në shenjën e parë të rrezikut do të largohesh prej aty. Premtoj, tha Kiara, duke përqafuar shpejt nënën e saj para se të dilte. Restoranti Porti i Sigurt ishte vetëm 50 metra larg luleshitses, por për Kiarën, ajo shëtitje dukej se zgjati një përjetësi. Çdo hap e bënte të pyeste veten nëse po bënte gjën e duhur. Po sikur ajo po e interpretonte gabim atë që kishte parë? Po sikur ata burra të ishin vërtet të rrezikshëm siç dukeshin detektivët të besonin? Por pastaj ajo kujtonte kartën e Viktorit, fjalët e mira, ekipin që kishte restauruar luleshitsen pa kërkuar asgjë në këmbim. Ajo kujtonte buzëqeshjen e ndrojtur të nënës së saj kur më në fund arriti të rihapte biznesin, ndjenjen e përkatësisë që kishin gjetur në atë qytet të vogël bregdetar. Kur arriti në hyrjen e restorantit, Kiara ndaloi për një moment. Përmes dritareve të xhamit, ajo mund të shihte 5 burra të ulur në një tavolinë të rrumbullakët në fund të lokalit, duke biseduar me zell ndërsa analizonin menun. Dukeshin plotësisht të çliruar, të pavetëdijshëm për rrezikun që po afrohej. Matred Tel, një burr elegant në moshë të mesme, e priti me një buzëqeshje të sjellshme. Mirëmbrëma, zonjush. Keni rezervim? Jo, unë në fakt, duhet të flas me dikë që po darkon këtu. Është urgjente. Matred Tel rudhi vetullat, qartazi i dyshim. Më falni, por nuk mund t'i ndërpresim klientët tanë gjatë vakteve të tyre. Nëse zonjusha dëshiron të lërë një mesazh, ju lutem, është shumë e rëndësishme. Është për. Kiara hezitoi, duke kuptuar se nuk mund të zbulonte natyrën e vërtetë të mesazhit të saj aty, ku kushto mund të dëgjonte. Ishte atëherë kur një zë i njohur jehoi nga fundi i restorantit, lëreni të vi. Viktor kishte vënë re lëvizjen në hyrje dhe, duke njohur Kiarën, bëri një gjest që ajo të afrohej. 4 burrat e tjerë shikonin kureshtarën ndërsa ajo ecte me nervozizëm mes tavolinave, duke ndjerë peshën e shikimeve të gjithë klientëve të tjerë. Kiara, apo jo? Pyeti Viktor butësisht kur ajo arriti në tavolinë. Nga luleshitja Manjola? Po, zotëri, ajo u përgjigj, zëri i saj doli më i ulët nga sa kishte ndërmend. Ulu, Viktor i tregoi një karrige të zbrazët. Çfarë të sjell këtu në një natë kaq të ngarkuar? Kiara shikoi përreth, duke vënë re se disa njerëz në tavolinat afër dukeshin se po i kushtonin vëmendje bisedës. Unë mund të flas me ju privatisht? Është diçka shumë e rëndësishme. 5 burrat shkëmbyen shikime të intriguara. Albani, më i riu i grupit, dukej veçanërisht i dyshimt, por Viktor ruante shprehjen e tij të qetë dhe mikpritëse. Sigurisht, tha Viktor.
Marku, a mund t'i kërkosh matred Telit të na siguroj sallën e rezervuar? Brenda pak minutash, ata ishin të gjithë të mbledhur në një sallon të vogël privat në pjesën e pasme të restorantit. Kiara ndjente duart t'i dridheshin dhe po përpiqej të kontrollonte frymëmarrjen e saj të shpejtuar. Tani mund të flasësh lirshëm, Viktor e inkurajoi. Jemi të gjithë vesh. Kiara mori frymë thellë dhe filloi të tregonte saktësisht atë që kishte parë. Ajo përshkroi dy detektivët, pakot që po vendoseshin poshtë makinës, fotografitë, gjithçka në detaje të imta. Ndërsa fliste, vëzhgonte shprehjet e 5 burrave që ndryshonin gradualisht nga kureshtja në shqetësim dhe më pas në një seriozitet të thellë. Kur mbaroi, një heshtje e rëndë pushtoi sallonin. Albani ishte i pari që theu heshtjen, zëri i tij i ngarkuar me skepticizëm. Si e dim që kjo nuk është një kurth? Si e dim që ajo nuk është dërguar nga dikush për të na ngatëruar ose për të na bërë të bëjmë ndonjë gabim? Kiara ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë, por Viktor ngriti dorën me një gjest paqësor para se ajo të mund të përgjigjej. Albani ka një shqetësim të vlefshëm, tha Viktor qetësisht. Por unë e njoh këtë të re dhe nënën e saj. Janë njerëz me karakter. Ai u kthye nga Kiara. Na tregoni më shumë për nënën tuaj. Si erdhët në qytetin ton? Kiara mori frymë thellë, duke kuptuar se duhej të krijonte besueshmëri. Nëna ime dhe unë erdhëm nga një qytet i brendshëm, Elbasani, 5 vjet më parë. Ajo kishte humbur punën në një fabrikë që u mbyll dhe nuk kishim më asgjë atje. Erdhëm këtu me vetëm 2 valixhe dhe shpresëm për të filluar nga e para. Po luleshitësja, pyeti Marku, një burr me flokë të thinjur që rrezatonte një aur mençurie. Nëna ime gjithmonë ka ditur të punojë me lule. Ishte një pasion që ajo trashëgoi nga gjyshja ime. Kur erdhëm këtu, ajo gjeti një punë në një luleshitëse që po falimentonte. Pronari ishte i sëmur dhe kishte nevojë për dikë që të drejtonte biznesin. Me kalimin e kohës, ajo arriti ta blinte lokalin. Po incidenti që përmenda pak më parë, pyeti Viktor butësisht. Kiara uli syt, kujtimi ende i dhimbshëm. 3 vjet më parë, disa njerëz nga qyteti nuk e pëlqyen faktin që nëna ime kishte marrë biznesin e një banori të vjetër. Ata hynë me forcë në luleshitëse gjatë natës, shkatëruan gjithçka dhe pikturuan mesazhe të tmerrshme në mure. Po unë? Viktor e inkurajoi. Zotëria u shfaq ditën tjetër. Nëna ime po qante, pa ditur si do të fillonte gjithçka nga e para. Zotëria solli një ekip, restauruan gjithçka pa pagesë dhe pastaj lan atë kartë. Askush nuk duhet të ndihet i padëshiruar aty ku jeton, Viktor përfundoi dhe burrat e tjerë pohojnë me kokë në shenjë njohjeje. Pietri, i cili deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, u përkul përpara. Viktor ka zakon të ndihmojë njerëzit që po kalojnë vështirësi. Ne të gjithë e bëjmë këtë, secili në mënyrën tonë. Është pjesë e përgjegjësisë që ndjejmë ndaj komunitetit tonë. Pikërisht për këtë, shtoi Teo, ajo që po na tregoni ka kaq shumë kuptim. Prej muajsh kemi vënë re një presion në rritje mbi bizneset tona. Hetimet e papritura, inspektimet e tepërta, thashethemet e shpërndara. Albani, i cili ende dukej hezitues, kryqëzoi krahët. Por pse do ta bënit këtë? Pse do të rrezikonit për të na paralajmëruar? Kiara e pa drejt për drejt në sy. Sepse është gjëja e duhur për të bërë. Dhe sepse ajo hezitoi për një moment, sepse ju na treguat se ky qytet mund të jetë një shtëpi e vërtet, ku njerëzit mbrojnë njëri tjetrin. Marku trokiti lehtë në tavolinë. Duhet ta verifikojmë këtë menjëherë. Nëse ajo që pa Kiara është e vërtet, kemi shumë pak kohë. Dakord, tha Viktor. Por duhet të jemi të zgjuar. Nëse vërtet ka diçka të fshehur në makinat tona, nuk mund të dalim thjesht me vrap për ta kontrolluar. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që ata po presin. Po sikur të thërasim njerëz të tjerë, sugjeroi Pietri. Dëshmitar. Sa më shumë njerëz të dëshmojnë atë që gjejmë, aq më mirë. Teo pohoi me kokë me energji. Ide e shkëlqyer. Nëse ka një kurth në zhvillim, ai funksionon vetëm nëse jemi vetëm kur zbulohen provat. Albani më në fund duke i bindur. Mirë. Por na duhet një plan. Nuk mund të dalim thjesht nga këtu në grup dhe të krijojmë një shfaqje. Viktor u kthye nga Kiara. The se pe 2 detektiv. Mund t'i përshkruash? Njëri ishte i gjatë dhe i dobët, me flokë të thinjur dhe mustaqe të holla.
Tjetri ishte më i shkurtër, i shëndosh, me një shenjë në ballë. I kam parë më parë në foto në gazetën lokale. Detektiv Saliu dhe detektiv Oldashi, murmuriti Marku me zë të errët. Ata kanë një reputacion të komplikuar në qytet. Si kështu, pyeti Kiara. Ata janë të njohur për të qenë të ashpër me disa komunitete, shpjegoi Pietri me kujdes. Veçanërisht me emigrantët dhe pakicat. Gjithmonë gjejnë mënyra për të komplikuar jetën njerëzve. Dhe tani me sa duket vendosën të na shënjestrojnë ne, shtoi Teo me hidhërim. Viktor u ngrit, qëndrimi i tij tregonte një vendim të fortë. Shumë mirë. Do të bëjmë kështu, unë do të dal i pari dhe do të shkoj rastësisht te makina ime. Do të shtirem sikur po kërkoj diçka që më ka rënë. Ndërkohë, Marku, ti thirr diskretisht disa klientë të rregullt të restorantit që të vinë në parking. Thuaju se është për të parë diçka interesante, por mos jep detaje. Po sikur të gjejmë diçka, pyeti Albani. Atëherë dokumentojmë gjithçka në prani të dëshmitarëve dhe therasim autoritetet kompetente, u përgjigj Viktor. Por jo policinë lokale. Do të shkojmë drejt për drejt te instancat më të larta. Po unë, pyeti Kiara, duke u ndjerë papritur e shqetësuar për sigurinë e saj. Ti qëndron në restorant, tha Viktor me vendosmëri. Ke rrezikuar mjaft duke na paralajmëruar. Nuk duam që të ekspozohesh më shumë nga sa ke bërë tashmë. Por dua ta shoh deri në fund, protestoi Kiara. Pas gjithçkaje që kam parë, duhet të di që drejtësia do të vihet në vend. 5 burrat shkëmbyen shikime. Viktor pshërtiu. Mirë, por ti qëndron afër restorantit. Nëse diçka shkon keq, vrapon prapa brenda. Ata dolën nga salloni i rezervuar në mënyrë të shkallëzuar. Marku ishte i pari, duke u drejtuar diskretisht te disa tavolina ku njite fytyra të njohura të komunitetit. Kiara e vëzhgoi atë duke biseduar me zë të ulët me një çift të moshuarish, një grup të rinj universitar dhe disa familje që po darkonin qetësisht. Pietri dhe Teo dolën më pas, duke ecur rastësisht drejt hyrjes kryesore. Albani qëndroi në restorant për disa minuta të tjera, me sa duket duke mbaruar një pije, por Kiara vuri re se ai ishte nervoz nga mënyra si trokiste gishtat në tavolinë. Viktor ishte i fundit që doli, duke ndaluar në recepcion për të falënderuar Matred Telin dhe për të bërë disa komente rastësore për shërbimin e shkëlqyer. Kiara e ndoqi atë në një distancë të sigurt, duke ndjerë zemrën t'i rritë shpejt. Jashtë, nata kishte rënë plotësisht. Dritat e verdha të shtyllave krijonin pellgje drite në parking, të ndërprera me zona hijesh që e bënin gjithçka më dramatike. Kiara u pozicionua pranë hyrjes së restorantit, prej nga mund të vëzhgonte të gjithë skenën. Viktor ju afrua makinës së tij ngjyrë argjendi me një natyrshmëri mbresëlënëse. Ai shtirej sikur kërkonte çelësat në xhepa, pastaj u ul në gjunjë sikur t'i kishte rënë diçka. Edhe nga distanca, Kiara mund të shihte kur ai gjeti diçka poshtë automjetit. Në atë moment, Marku u shfaq me një grup të vogël njerëzish kureshtar. Viktor, gjithçka mirë? Ke nevojë për ndihmë? Në fakt, po, u përgjigj Viktor, zëri i tij i kontrolluar por qartazi i ndryshuar. Gjeta diçka shumë të çuditshme këtu. Më shumë njerëz filluan të afroheshin. Kiara njohu çiftin e moshuar që Marku kishte thirrur dhe vuri re se disa klientë të restorantit kishin dalë spontanisht, të tërhequr nga grumbullimi i vogël. Çfarë është kjo? Pyeti një zë femëror nga grupi. Viktor u ngrit duke mbajtur me kujdes një pako të vogël të mbështjellë me plastik. Edhe në ndriçimin e pjesshëm të parkingut, ishte e mundur të shihej se kishte numra dhe shirita zyrtar të ngjitur në të. Kjo nuk është e imja, deklaroi Viktor me zë të lartë, duke u siguruar që të gjithë të mund të dëgjonin. Dikush e ka vendosur këtë poshtë makinës sime. Një murmuritje habie dhe shqetësimi kaloi nëpër grup. Pietri dhe Teo afruan, duke u shtirur sikur sapo kishin mbërritur. Duhet të kontrollojmë edhe makinat e tjera, sugjeroi Teo, zëri i tij i ngarkuar me një shqetësim të shtirur që tingëllonte shumë bindës. Ide e mirë, u pajtua një zë në grupin e spektatorëve. Një nga një, ata kontrolluan makinat e Albanit, Markut, Pietrit dhe Teos. Në çdo automjet gjetën pako të ngjashme, të gjitha të fshehura me kujdes dhe të shënuara me kode zyrtare. Kjo është shumë e çuditshme, komentoi burri i moshuar i çiftit. Këto pako duket se janë vendosur aty nga dikush i policisë. Por pse? Pyeti gruaja e tij. Këta burra janë shtylla të komunitetit ton.
Ishte atëherë kur Kiara vuri re lëvizje në hijet në anën tjetër të parkingut. Dy silueta po afroheshin dhe ajo njohu menjëherë siluetat e detektivëve që kishte parë më herët. Kujdes, ajo përshpëriti Markut, i cili ishte më afër saj. Ata po vinë. Marku e kaloi informacionin shpejt dhe kur detektivët Salihu dhe Oldashi dolën nga hijet me fener të fuqishëm, gjetën një grup prej më shumë se 15 personazh të mbledhur rreth makinave. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti detektiv Salihu ashpër, zëri i tij i ngarkuar me autoritet të detyruar. Kemi gjetur diçka shumë të çuditshme, u përgjigj Viktor qetësisht, duke ngritur pa kon që kishte gjetur. Dikush e ka vendosur këtë poshtë makinës sime. Dhe me sa duket edhe në makinat e miqve të mi. Kiara vëzhgoi shprehjen e detektiv Salihut që ndryshoi shpejt. Ishte e qartë se ai nuk priste të gjente kaq shumë njerëz aty, as që provat do të zbuloheshin në këtë mënyrë. Këto janë prova të një hetimi në vazhdim, tha Oldashi shpejt, duke u përpjekur të kontrollonte situatën. Ju nuk duhet të ndërhyni në to. Prova të kujt? Pyeti burri i moshuar, zëri i tij i ngarkuar me indinjad. Ju i keni vendosur këto gjëra në makinat e tyre? Ne nuk kemi vendosur asgjë, u përgjigj Salihu në mënyrë mbrojtëse. Këto prova janë vendosur aty nga vetë të dyshuarit. Të dyshuar për çfarë? Pyeti Viktor, zëri i tij ruante qetësinë por me një vendosmëri të dukshme. Ky është informacion konfidencial i një hetimi, u përgjigj Oldashi në mënyrë evazive. Ishte atëherë kur një studente e re universitare nga grupi që Marku kishte thirrur ngriti telefonin e saj. Po e regjistroi gjithë këtë, ajo njoftoi. Nëse ky është një hetim legjitim, ju nuk duhet të keni problem të shpjegoni se çfarë po ndodh para dëshmitarëve. Kiara pa panikun në sytë e dy detektivëve. Ata qartazi nuk kishin planifikuar për këtë situatë, ku veprimet e tyre po viheshin në dyshim publikisht dhe po regjistroheshin. Fikni ato telefona, urdhëroi Salihu ashpër. Kjo është një çështje zyrtare policore. Me gjithë respektin, tha burri i moshuar, ne kemi të drejtë të dëshmojmë atë që ndodh në një hapësirë publike. Dhe nëse jeni të ndershëm, nuk duhet të keni problem me këtë. Tensioni në ajër ishte i prekshëm. Kiara mund të shihte se detektivët po humbnin kontrollin e situatës, dhe kjo e bënte atë njëkohësisht të lehtësuar dhe të shqetësuar. Njerëzit e dëshpëruar ishin të aftë për akte të dëshpëruara. Ishte atëherë kur Viktor bëri një hap përpara, duke marrë rolin e ndërmjetësit. Zotërin detektiv, besoj se ka një keqkuptim këtu. Nëse keni arsye legjitime për të hetuar mua dhe miqtë e mi, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë plotësisht. Por kjo duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe ligjore. Transparente? Salihu qeshi me hidhërim. Ju nuk dini asgjë për transparencën. Atëherë na shpjegoni, u përgjigj Viktor me qetësi. Jemi të gjithë këtu me dëshmitar. Cila është saktësisht natyra e hetimit që justifikon vendosjen e provave poshtë makinave tona pa dijenin ton? Oldashi dhe Salihu shkëmbyen shikime, qartazi në panik. Ishte e qartë se ata nuk kishin një përgjigje të përgatitur për këtë pyetje, sepse nuk kishte asnjë hetim legjitim. Heshtja u zgjat për disa sekonda të gjata, ndërsa më shumë njerëz dilnin nga restoranti, të tërhequr nga rrëmuja. Kiara numëroi të paktën 25 persona të mbledhur tani në parking, të gjithë duke pritur një shpjegim nga dy detektivët. Ishte në këtë moment që Kiara vuri re se nëna e saj Roza ishte mes njerëzve që ishin afruar. Sytë e tyre u takuan përmes turmës dhe Kiara pa në fytyrën e nënës së saj një përzierje krenarie, frike dhe vendosmërie që pasqyronte saktësisht atë që po ndjente edhe ajo vetë. Roza ju afrua me kujdes Kiarës, sytë e saj të shqetësuar por të vendosur. Vajza ime, ajo përshpëriti, ti bëre gjën e duhur. Prania e nënës i dha Kiarës një guxim të ri për të rirë. Ajo vëzhgoi detektivët Salihu dhe Oldashi, të cilët tani dukeshin plotësisht të humbur se si të vepronin. Heshtja e turpshme zgjatej dhe turma filloi të murmuriste mes tyre, duke nxjerrë konkluzionet e tyre për situatën. Zotërin, tha Viktor përsëri, zëri i tij duke prerë përmes përshpëritjeve, ne po presim një shpjegim. Nëse ka një hetim legjitim në vazhdim, sigurisht që keni dokumentacionin e duhur dhe mund të na tregoni urdhër arrestet e nevojshme. Detektiv Salihu pastroi fytin, qartazi duke fituar kohë. Këto janë çështje të sigurisë kombëtare. Nuk mund të zbulojmë detaje në publik. Siguria kombëtare? Marku përsëriti me mosbesim. Ne operojmë biznese lokale.
Çfarë lloj kërcënimi për sigurinë kombëtare mund të paraqesin një luleshitse, një kompani transporti detar dhe zyra avokatie? Pyetja e Markut u bëri të qartë të gjithë të pranishmëve saktësisht se kush ishin këta burra që po hetoheshin njerëz të njohur dhe të respektuar në komunitet, të cilët punësonin qindra banor dhe kontribuonin ndjeshëm në ekonominë lokale. Ju nuk e njihni natyrën e vërtetë të bizneseve të tyre, tha Oldashi në mënyrë mbrojtëse, por zëri i tij tingëllonte gjithnjë e më pak bindës. Ishte atëherë kur një zë i papritur iu bashkua bisedës. Në fakt, unë e njoh shumë mirë natyrën e bizneseve të tyre. Të gjithë u kthyen për të parë kush kishte folur. Ishte zonja Anjeza, një zonjë me flokë të bardha që prej dekadash konsiderohej matriarkja jo zyrtare e komunitetit. Ajo ju afrua e mbështetur në shkopin e saj, por me një qëndrim dinjitos dhe të vendosur. Zonja Anjeza, tha Viktor me respekt, ju nuk duhet të jeni këtu. Kjo mund të jetë e rrezikshme. Budallallqe, ajo u përgjigj me vendosmëri. Unë jetoj në këtë qytet prej 70 vjetësh, i ri. Kam parë këtë komunitet të rritet, kam parë njerëz të mirë dhe njerëz të këqij, dhe di të bëj dallimin shumë mirë mes tyre. Ajo u kthye për të përballur detektivët. Këta burra, tha ajo, duke treguar Viktorin dhe miqtë e tij, dhurojnë kompjuter për shkollën tonë kur qeveria shkurtoi buxhetin. Paguan trajtim mjekësor për fëmijët në nevojë. Financuan rinovimin e bibliotekës komunale. Dhe ju doni të më thoni se ata janë një kërcënim për sigurinë kombëtare? Një murmuritje miratimi kaloi nëpër turm. Kiara vëzhgoi fytyrat e njerëzve përreth dhe pas se opinioni publik ishte qartazi në anën e sipërmarrësve. Detektiv Salihu bëri një përpjekje të fundit për të kontrolluar narrativën. Zonja nuk e kupton kompleksitetin e situatës. Këta burra mund të jenë duke përdorur aktivitetet e tyre filantropike si fasadë për çfarë? Zonja Anjeza e ndërpreu. Për të ndihmuar familjet që nuk mund të paguajnë qiran? Për të krijuar vende pune për të rinj që ishin të papunë? Për të mbështetur biznese të vogla si luleshitësia e Rozës këtu? Ajo bëri një gjest në drejtim të Rozës, e cila ju afrua me ndrojtje. Ju e dini çfarë bën këta kriminal kur luleshitësia ime u vandalizua? Ata u shfaqën ditën tjetër me një ekip të plotë dhe restauruan gjithçka falas. Nuk kërkuan publicitet, nuk kërkuan njohje. Thjesht bën atë që ishte e drejtë. Roza foli me një zë të dridhur por të vendosur, dhe nuk ishte vetëm me mua. I pash ata të ndihmonin zotin Jozef kur punishtja e tij mekanike mori zjarr. I pash ata të paguanin kolegjin e vajzës së zonjës Mari kur ajo humbi punën. I pash ata të bënin të gjitha këto pa pritur asgjë në këmbim. Kiara ndjeu një val krenarie për guximin e nënës së saj. Roza rrallë fliste në publik, veçanërisht në situata të tensionuara si kjo, por aty ishte ajo, duke mbrojtur atë që ishte e drejtë. Grupi i spektatorëve filloi të ndante historitë e tyre. Studentja e re universitare që po regjistronte tregoi se si Viktor kishte shpëtuar librarinë e familjes së saj nga falimentimi. Çifti i moshuar foli se si Marku i kishte ndihmuar kur kishin nevojë për kujdes mjekësor të shtrenjtë. Një nga një, njerëzit filluan të dëshmonin për aktet e mirësisë që kishin parë. Detektiv Oldashi u zhgënjë e dukshëm. Ju po mashtroheni të gjithë. Këta burra janë mjeshtra të manipulimit. E vetmja manipulim që shoh këtu, tha zonja Anjeza thatë, është ai juve të dyve që po përpiqeni të akuzonin njerëz të pafajshëm. Ishte në këtë moment që Kiara vuri re lëvizje në hyrjen e parkingut. 2 automjete të zeza me targa zyrtare kishin mbërritur dhe burra me kostum zbritën shpejt nga makina. Ajo njohu shenjat federale në distinktivët. Agent federal, murmuriti Viktor dhe Kiara pa një lehtësim të hollë të kalonte në fytyrën e tij. Agenti udhëheqës, një burr i gjatë në moshë të mesme, ju afrua grupit. Jam agent special Kërmini, FBI. Kemi marrë një denoncim anonim për korrupsion të mundshëm policor në këtë lokalitet. Detektiv Salihu Uzbe. Nuk ka korrupsion këtu. Po kryejm një hetim legjitim. Për çfarë, saktësisht, pyeti agent Kërmini, duke nxjerrë një blok shënimesh. Salihu dhe Oldashi shkëmbyen shikime me nervozizëm. Ishte e qartë se ata nuk kishin një përgjigje të përgatitur. Është një hetim konfidencial për. Salihu filloi, por agenti e ndërpreu. Detektiv Salihu, më duhet të shoh të gjithë dokumentacionin e lidhur me këtë hetim.
urdhër arreste, autorizime gjyqësore, raporte paraprake. Gjithçka. Kjo është në zyrë, tha Oldashi shpejt. Atëherë të shkojmë të gjithë në zyrë, u përgjigj agjenti. Por fillimisht duhet të kuptoj saktësisht se çfarë po ndodh këtu. Viktor u hodh përpara. Agjent Kërmini, kemi gjetur prova që me sa duket janë vendosur në automjetet tona nga këta dy detektiv. Kemi dëshmitar të shumë të asaj që ndodhi. Dhe ju jeni, pyeti agjenti. Sipërmarrës lokal. Viktor Aliu, transport detar. Marku Limani, avokati. Pietri Mulleri, ndërtim civil. Teo Salihu, konsulencë financiare. Alban Oldashi, teknologji. Kiara vuri re ironinë e mbiemrave, Teo Salihu dhe Alban Oldashi kishin të njëjtët mbiemra si detektivët e korruptuar. Ajo pyeti veten nëse kjo nuk ishte rastësi, por një tregues se korrupsioni mund të kishte rënje të thella familjare. Po e reja që bëri denoncimin origjinal, pyeti agjenti, duke konsultuar shënimet e tij. Kiara bëri një hap përpara, duke ndjerë të gjithë vëmendjen t'i kthehej asaj. Jam unë, zotëri. Kiara. I pash ata duke vendosur provat në makina. Mund të më tregosh saktësisht çfarë pe? Me zë më të fortë nga sa priste, Kiara përsëriti të gjithë historinë e saj. Agjenti bënte shënime të kujdesshme, her pas here duke bërë pyetje për të sqaruar detajet. Kur ajo mbaroi, ai u kthye drejt turmës. A mund të vërtetoj dikush tjetër ndonjë pjesë të kësaj historie? Roza u hodh përpara. Unë mund të konfirmoj se vajza ime ma tregoi këtë menjëherë pasi dëshmoi ngjarjet. Dhe unë mund të dëshmoj për karakterin e këtyre burrave, tha ajo, duke bërë një gest drejt Viktorit dhe miqve të tij. Zonja Anjeza trokiti shkopin e saj në tokë për të tërhequr vëmendjen. Agjenti i ri, unë jetoj këtu prej 70 vjetësh. Këta burra janë shtyllat të këtij komuniteti. Dhe këta të dy, ajo tregoi detektivët, kanë një reputacion të dyshimt prej vitesh. Çfarë lloj reputacioni të dyshimt, pyeti agjenti. Ata kanë një histori ngacmimi të pakicave, emigrantëve, sipërmarrësve të vegjël që nuk përputhen me atë që ata e konsiderojnë të përshtatshme për qytetin ton, shpjegoi zonja Anjeza. Gjithmonë gjejnë mënyra për të komplikuar jetën njerëzve, gjithmonë me justifikime zyrtare që kur nuk qëndrojnë plotësisht. Agjent Kërmini bëri më shumë shënime, pastaj ju drejtua detektivëve. Zotërin, do të më duhet që të më shoqëroni për sqarime. Dhe dua të gjithë dokumentacionin për këtë hetim të supozuar në tryezën time brenda një ore. Kjo është një fyerje, protestoi Salihu. Ne jemi zyrtar të ligjit lokal. Dhe unë jam një zyrtar federal që heton korrupsion të mundshëm, u përgjigj agjenti me vendosmëri. Hierarkia këtu është shumë e qartë. Ndërsa detektivët dërgoheshin në automjetet federale, agjenti ju afrua Viktorit dhe grupit të tij. Zotërin, do të më duhet që të qëndroni në dispozicion për pyetje shtesë. Mos u largoni nga qyteti për ditët në vijim. Natyrisht, u përgjigj Viktor. Jemi plotësisht në dispozicion për të bashkëpunuar me hetimin. Agjenti pastaj u kthye nga Kiara. Ere, ti tregove shumë guxim sot. Por dua që ti dhe nëna jote të keni kujdes në ditët në vijim. Nëse këta detektiv vërtet po kurdisnin kundër këtyre burrave, ata mund të mos jenë të lumtur me faktin që planet e tyre u penguan. Kiara ndjeu një të ftohtë në shpinë. Në gjithë emocionin e konfrontimit, ajo nuk kishte menduar për pasojat e mundshme për sigurinë e saj. Mos u shqetësoni, tha Viktor, duke i vendosur butësisht dorën në shpatull Kiarës. Ato do të jenë nën mbrojtjen tonë. Me gjithë respektin, tha agjenti, lëreni mbrojtjen në dorën tonë për momentin. Do të kemi një ekip në shërbim në qytet derisa kjo situatë të zgjidhet plotësisht. Ndërsa automjetet federale largoheshin duke marrë detektivët, turma filloi të shpërndahej gradualisht. Njerëzit bisedonin me zell mes tyre, duke përpunuar gjithçka që kishin parë. Kiara e gjeti veten të rrethuar nga Viktor, Marku, Pietri, Teo dhe Albani, të gjithë duke e parë atë me një përzierje mirënjohjeje dhe admirimi. Si mund t'ju falenderojmë, pyeti Marku. Ju na shpëtuat nga diçka që mund të kishte shkatëruar jetët dhe bizneset tona. Nuk ka nevojë për falënderime, u përgjigj Kiara, duke u ndjerë papritur e ndrojtur pas gjithë adrenalinës. Unë thjesht bëra atë që do të bënte çdo person i ndershëm. Jo, tha Viktor seriozisht. Ti bëre diçka që kërkon guxim të jashtëzakonshëm.
Shumë njerëz do të kishin parë atë që pe dhe do të kishin zgjedhur të mos përfshiheshin nga frika ose nga komoditeti. Ti zgjodhe të rrezikoje për të panjohur. Ju nuk jeni të panjohur, tha Kiara, duke parë nënën e saj me një buzëqeshje. Ju jeni familja jonë e zgjedhur në këtë qytet. Rosa ju afrua dhe përqafoi fort vajzën. Jam kaq krenare për ty, ajo pëshpëriti. Kaq krenare për gruan e guximshme që je bërë. Ndërsa nata përparonte dhe parkingu më në fund zbrazej, Kiara shikoi përreth qytetit që ishte bërë shtëpia e saj. Dritat e verdha të shtyllave, aroma e kripur e detit, tingujt e njohur të jetës së natës së komunitetit, gjithçka dukej ndryshe tani. Ajo kishte ndihmuar në mbrojtjen jo vetëm të 5 burrave, por të një mënyre jetese të bazuar në ndihmën reciproke dhe kujdesin komunitar. Por ajo gjithashtu e dinte se betejë nuk kishte mbaruar plotësisht. Ditët në vijim do të sillnin më shumë zbulime, më shumë sfida dhe ndoshta më shumë mundësi për të treguar se guximi i një të reje mund të bënte ndryshimin në botë. 3 ditët në vijim kaluan si një mjegull aktiviteti intensiv. Luleshitësia Manjola u bë një pikë takimi e improvizuar për banorët kureshtar që donin të dinin më shumë detaje rreth ngjarjeve në restorantin Porti i Sigurt. Rosa dhe Kiara e gjetën veten në qendër të një vëmendjeje që nuk kishin imagjinuar kurrë se do ta merrnin. Në mëngjesin e ditës së 4, Agjent Kërmini u shfaq në Luleshitëse duke mbajtur një dosje voluminoze dhe një shprehje serioze. Kiara po rregullonte buqeta me trëndafila të bardhë kur e pa atë të hynte dhe menjëherë ndjeu një përzierje ankthi dhe pritjeje. Mirëmëngjes, Kiara. Nëna juaj është, pyeti ai, duke hequr syzet e diellit. Është në pjesën e pasme, duke përgatitur aranxhime për një martesë, u përgjigj Kiara. Mund ta thërras? Ju lutem. Dhe keni një vend privat ku mund të flasim? Kam disa informacione të rëndësishme për të ndarë. Rosa u shfaq shpejt duke fshirë duart në përparse. Ato e quan agjentin në zyrën e vogël në pjesën e pasme të dyqanit, një hapësirë komode me një tavolinë të vjetër druri dhe mure të mbuluara me katalog lulesh. Zonja, filloi agjenti duke hapur dosjen e tij, hetimi zbuloi diçka shumë më të gjerë nga sa kishim imagjinuar fillimisht. Ajo që zbuluat ishte vetëm maja e një skeme që ka funksionuar për të paktën 5 vjet. Kiara ndjeu një nyje në stomak. Më e gjerë si? Detektiv Salihu dhe Oldashi nuk po vepronin vetëm. Ata ishin pjesë e një grupi që përfshinte oficerë të tjerë, disa punonjës të bashkisë dhe madje edhe një gjyqtar lokal. Qëllimi ishte të bënin presion dhe të eliminonin sistematikisht sipërmarrësit dhe familjet që ata i konsideronin të padëshirueshme në komunitet. Rosa u zbe. Të padëshirueshme? Kryesisht emigrant, pakica etnike dhe njerëz që ata mendonin se kishin shumë para ose shumë pushtet për të huajt, shpjegoi agjenti me neveri të dukshme. Ata përdornin hetime të rreme, prova të fabrikuara, presion të tepërt rregullator dhe frikësim për t'i detyruar njerëzit të largoheshin nga qyteti. Kiara kujtoi sulmin ndaj Luleshitëses 3 vjet më parë. Vandalizmi që pësuam ishte pjesë e kësaj? Ndoshta. Edhe pse nuk mund të provojmë që ata orkestruan drejt për drejt sulmin, gjetëm prova se ata injoruan qëllimisht pista të qarta rreth fajtorëve të vërtet dhe dekurajuan hetime serioze. Gjaku i Kiarës vlonte. Ata u përpoqën të na dëbonin nga qyteti. Dhe kur kjo nuk funksionoi, vazhdoi agjenti, ata ndryshuan strategji dhe vendosën të shënjestrojnë sipërmarrësit që ju i konsideronit mbrojtës. Viktor dhe miqtë e tij kishin një reputacion për të ndihmuar njerëzit në vështirësi, veçanërisht emigrantët dhe pakicat. Eliminimi i ndikimit të tyre do të ishte një goditje e 2 fish. Rosa tunte kokën me indinjat. Si arrin njerëz të tillë në pozita autoriteti? Fatkeqësisht, është më e zakonshme nga sa do të donim ta pranonim, u përgjigj agjenti me trishtim. Por ju ndihmuat të ekspozoni diçka që mund të kishte vazhduar për vite me radhë. Dhe tani, pyeti Kiara. Çfarë ndodh me ta? Salihu dhe Oldashi tashmë janë akuzuar zyrtarisht për korrupsion, fabrikim provash dhe abuzim me autoritetin. Anëtar të tjerë të skemës po hetohen. Gjyqtari i përfshirë tashmë është pensionuar për arsye shëndetësore, por ende mund të përballet me akuza. Po komuniteti? Si po reagojnë njerëzit? Agjenti buzëqeshi lehtë. Interesant që pyet. Me sa duket, guximi juaj frymëzoi njerëz të tjerë të flisnin për përvojat e tyre.
Në 48 orët e fundit, kemi marrë më shumë se 20 raporte nga njerëz që kanë pësuar ngacmime ose friksime nga të njëjtët zyrtarë. Kiara u befasua. 20? Një familje tregtarësh raportoi se ishte detyruar të shiste biznesin e saj me një çmim shumë të ulët pas hetimeve fiskale të dyshimta. Një grup peshkatarësh tha se ishte ngacmuar vazhdimisht me gjoba të diskutueshme. Disa familje emigrante treguan histori diskriminimi sistematik. Roza pshertiu thellë. Pra, nuk ishim të vetmet. Definitivisht jo. Por ju ishit të vetmet mjaftueshëm të guximshme për të vepruar kur pat diçka të ndodhte. Në atë moment, zilja e derës së përpara me ra dhe ato dëgjuan zërin e një orë të Viktorit. Roza? Kiara? Mund të hyj? Jemi në zyrë, thiri Kiara. Viktor u shfaq në derë i shoqëruar nga Marku dhe Pietri. Të gjithë dukeshin të lodhur por të lehtësuar. Agent Kërmini, përshëndeti Viktor. Shpresojmë që nuk po ju ndërpresim. Në fakt, është mirë që jeni këtu. Po u përditësoja zonjave për progresin e hetimit. Dhe cili është verdikti, pyeti Marku, duke u ulur në një karrige të lirë. Jeni plotësisht të pafajshëm, natyrisht. Më shumë se kaq, zbuluam prova se keni qenë shënjestër prej muajsh. Aktivitetet tuaja filantropike dhe mbështetja juaj për pakicat ju bën armiq të këtij grupi të korruptuar. Pietri rudhi vetullat. Pra, ata vërtet planifikuan të na akuzonin? Me prova të fabrikuara, dëshmitar të detyruar dhe një gjyqtar bashkëpunëtor, ata do të kishin arritur lehtësisht dënime. Ju ndoshta do të kishit përfunduar në burg dhe do të humbisnit gjithçka që keni ndërtuar. Viktor shikoi drejt për drejt Kiarën. Dhe nëse nuk do të ishte kjo e reja e guximshme, ata do të kishin ja dalë. Në fakt, shtoi agenti, ka diçka tjetër që duhet të dini. Kiara, denoncimi juaj nuk ishte vetëm në kohë, ishte thelbësor. Ne po hetonim thashë theme korrupsionin në këtë rajon prej muajsh, por nuk kishim prova konkrete. Rrëfimi juaj na dha pikërisht atë që na duhej për të vepruar. Kiara mbeti pa fjalë. Ju tashmë po hetonit? Po, por shumë diskretisht. Kishte raporte për diskriminim sistematik, por asgjë që mund të vërtetonim ligjërisht. Kur ju dëshmuat fabrikimin e provave në flagrancë, kjo na dha shkak të mundshëm për një hetim të plotë. Atëherë, tha Roza ngadalë, nëse Kiara nuk do të kishte parë atë që pa, ose nëse ajo do të kishte zgjedhur të mos fliste. Kriminalët do të vazhdonin të ishin të lirë dhe njerëzit e pafajshëm do të vazhdonin të vuanin, konfirmoi agenti. Një heshtje respekti pushtoi zyrën e vogël. Kiara ndjeu peshën e përgjegjësisë që kishte marrë, por gjithashtu një kënaqësi të thellë duke e ditur se kishte bërë ndryshimin. Ka edhe një gjë, tha Viktor, duke nxjerrë një zarf nga xhepi i brendshëm i xhaketës. Ne të pesë biseduam dhe do të donim të propozonim diçka. Ai i dha zarfin Kiarës. Duam të krijojmë një fondacion në nderin tënd. Fondacioni Kiara për drejtësi komunitare. Do t'i kushtohet mbështetjes së njerëzve që kanë pasur guximin të denoncojnë padrejtësitë dhe mbrojtjes së familjeve të cënueshme nga diskriminimi. Kiara shikoi zarfin me mosbesim. Unë nuk di çfarë të them. Thuaj po, inkurajoi Marku. Ky fondacion mund të ndihmojë shumë njerëz që ndodhen në të njëjtën situatë si ju 3 vjet më parë. Dhe ti do të ishe presidentja nderi, shtoi Pietri. Përvoja dhe perspektiva jote do të ishin të pachmueshme për të udhëhequr punën tonë. Roza filloi të qante në heshtje. Kiara, ti je 17 vjeçe dhe tashmë po ndryshon botën. Në fakt, ndërhyrja agent Kërmini ka një propozim zyrtar që unë gjithashtu do të doja të bëja. FBI ka një program për të rinj që demonstrojnë leadership të jashtëzakonshëm në çështjet e drejtësisë sociale. Do të donim t'ju ftonim për një praktik verore në zyrat tona rajonale për të mësuar rreth hetimeve dhe zbatimit të ligjit. Kiara ndjente sikur ishte në një ëndër. Disa javë më parë, ajo ishte thjesht një nxënëse e shkollës së mesme që ndihmonte nënën e saj në luleshitse. Tani po i ofroheshin mundësi që nuk kishte imagjinuar kurrë. Mund të mendoj për të gjitha këto, pyeti ajo me ndrojtje. Sigurisht, buzëqeshi Viktor. Nuk ka nxitim. Por dua që të dish se pavarësisht nga ajo që vendos për fondacionin ose praktikën, gjithmonë do të kesh mirënjohjen dhe mbështetjen tonë. Dhe mbrojtjen tonë, shtoi Marku.
Nëse në ndonjë moment ti ose nëna jote ndjeni të pasigurta ose keni nevojë për diçka, mos hezitoni të na kërkoni. Pasi burrat u larguan, Kiara mbeti vetëm me Rozën dhe agjent Kërminin në zyrën e vogël. Agjenti mbylli dosjen e tij dhe u përgatit të largohej. Agjent Kërmini, tha Kiara, mund të pyes diçka? Sigurisht. Si e dinit për denoncimin anonim atë natë? Kush ju thirri? Agjenti buzëqeshi misteriozisht. Kjo është një pyetje e mirë. Thirrja erdhi nga një telefon publik në qendër të qytetit, bërë nga dikush me zë mashkulli më të moshuar. Personi tha vetëm se kishte korrupsion policor në vazhdim në parkingun e restorantit Porti i Sigurt dhe se agjentët federal duhet të hetonin menjëherë. Kiara dhe Roza shkëmbyen shikime. Dikush tjetër e dinte çfarë po ndodhte? Me sa duket po. Dhe ai person donte të sigurohej që drejtësia të vijej në vend. Agjenti u drejtua drejt derës. Ndonjëherë, Kiara, kur ke guximin të bësh gjën e duhur, zbulon se nuk je vetëm. Ka njerëz të tjerë të mirë në botë që janë të gatshëm të mbështesin. Pasi ai u largua, Kiara u ul në karrigen e vjetër prej drurit të zyrës, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Përmes dritares, ajo mund të shihte rrugët e njohura të qytetit të saj të adoptuar, por tani ato dukeshin ndryshe. Nuk ishin vetëm rrugë ku ajo ishte rritur, ishin rrugë që ajo kishte ndihmuar t'i bënte më të drejta dhe më të sigurta. Roza ju afrua dhe i vuri dorën në shpatull vajzës. Si ndihesh? Kiara mendoi për një moment. Mendoj se ndihem e rritur. Si të kisha kuptuar më në fund se veprimet e një personi vërtet mund të bëjnë ndryshimin. Dhe bëjnë, konfirmoi Roza. Guximi yt jo vetëm që mbrojti 5 burra të mirë, ai mbrojti një komunitet të tërë njerëzish që po heshteshin nga frikësimi. Nën, tha Kiara, duke parë zarfin me propozimin e fondacionit, mendoj se dua të pranoj. Si fondacionin, ashtu edhe praktikën. Dua të mësoj më shumë se si mund të ndihmoj njerëzit që po kalojnë atë që kaluam ne. Roza buzëqeshi me krenari. Atëherë le ta bëjmë këtë bashkë. Në fund të fundit, kjo udhëtim filloi kur ne të dyja vendosëm të mos pranonim padrejtësinë në heshtje. Ndërsa rregullonin zyrën për të mbyllur luleshitsen atë ditë, Kiara shikoi për herë të fundit rrugët jashtë. Nesër do të ishte një ditë e re, me sfida të reja dhe mundësi të reja për të bërë ndryshimin. Por sot, ajo do t'i lejonte vetes të ndjente krenari për atë që kishte arritur dhe mirënjohje për komunitetin që kishte mësuar të mbronte. Dielli po perëndonte mbi qytetin bregdetar, duke pikturuar qiellin me nuanca të arta dhe rozë që reflektoheshin në dritaret e shtëpive. Ishte një perëndim i bukur në një qytet që tani ishte pak më i drejtë dhe më i sigurt, fal guximit të një të reje që zgjodhi të mos heshte përballë padrejtësisë. 2 javë pas konfrontimit në parking, Kiara e gjeti veten në qendrën komunitare të qytetit për takimin e parë zyrtar të fondacionit Kiara për drejtësi komunitare. Vendi ishte plot, shumë më shumë se sa kishte parashikuar kushto. Familje të tëra kishin ardhur, shumë me histori të tyre të padrejtësisë që më në fund ndiheshin mjaftueshëm të guximshme për t'i ndarë. E ulur në tryezën kryesore pranë Viktorit, Markut, Pietrit, Teos dhe Albanit, Kiara vëzhgoi fytyrat në audiencë. Njohu shumë, çiftin e moshuar nga restoranti, studenten e re universitare që kishte regjistruar konfrontimin, familje që frekuentonin luleshitsen. Por kishte edhe shumë të panjohur, njerëz që me sa duket kishin dalë nga hija pasi kishin dëgjuar për ngjarjet e fundit. Para se të fillojmë zyrtarisht, tha Viktor, duke u ngritur për t'ju drejtuar turmës, do të doja të pranoja se jemi këtu sot fal guximit të jashtëzakonshëm të një të reje që zgjodhi të bënte gjën e duhur kur do të ishte shumë më lehtë të heshte. Duartrokitje të sinqerta jehoj në sallë. Kiara ndjeu faqet t'i skuqeshin, por gjithashtu ndjeu një besim në rritje. Në 2 javët e fundit, ajo kishte kaluar shumë kohë duke biseduar me familjet e prekura nga skema e korrupsionit, dhe çdo histori e binte më shumë se kishte marrë vendimin e duhur. Por, vazhdoi Viktor, jemi këtu gjithashtu sepse zbuluam se komuniteti ynë është shumë më i fortë dhe më i guximshëm nga sa i kishim imagjinuar ndonjëri prej nesh. Do të doja të ftoja disa njerëz të ndajnë përvojat e tyre. E para që u ngrit ishte zonja Fiona, një zonjë me origjinë meksikane rreth 60 vjeçe, të cilën Kiara nuk e njihte. Me zë të dridhur por të vendosur, ajo tregoi se si familja e saj ishte ngacmuar sistematikisht nga detektivët e korruptuar për më shumë se 2 vjet. Ata vinin në restorantin tim çdo javë, gjithmonë duke gjetur ndonjë shkelje të shpikur, tha zonja Fiona.
Gjoba për gjëra që nuk ekzistonin, kërcënime mbylljeje, frikësim i vazhdueshëm. Mendoja të hiqja dorë disa herë. Por kur dëgjova për guximin e kësaj të reje, ajo tregoi Kiarën, vendosa se ishte koha të thosha të vërtetën. Tjetra ishte Ana, një profesioniste e re që ishte zhvendosur në qytet 3 vjet më parë për të hapur një zyrë kontabiliteti. Historia e saj ishte e ngjashme, ngacmim i vazhdueshëm, hetime fiskale të pabaza, përpjekje për ta detyruar të mbyllte biznesin. Ata më thanë drejt për drejt se njerëzit si unë nuk ishin të mirë pritur këtu, zbuloi Ana, zëri i saj i ngarkuar me emocion. Kur nuk e kuptova saktësisht se çfarë donin të thonin me njerëzit si unë deri tani. Isha e re, e suksesshme dhe isha arritur këtu, por jam vajza e emigrantëve. Me sa duket, kjo më bënte një shënjestër. Historia pas historie u shpalos. Olivi, një artiste lokale, foli se si ekspozitat e saj anuloheshin vazhdimisht për probleme licencimi të fabrikuara misteriozisht. Filip, një sipërmarrës i ri, tregoi se si biznesi i tij i teknologjisë ishte pothuajse shkatëruar nga hetime fiskale të panevojshme. Kiara dëgjonte çdo rrëfim me një përzierje indinjate dhe vendosmërie në rritje. Ajo kishte menduar se thjesht po ndihmonte Viktorin dhe miqtë e tij, por tani kuptonte se kishte zbuluar një sistem shtypjeje që prekte dhjetëra familje. Kur erdhi radha e saj për të folur, Kiara u ngrit me nervozizëm. Ajo kishte përgatitur disa fjalë, por duke parë të gjitha ato fytyra plot shpresë, vendosi të fliste nga zemra. Një muaj më parë, isha thjesht një nxënëse e shkollës së mesme që ndihmoja nënën time në Luleshitse, filloi ajo. Kur nuk kisha imagjinuar se do të isha dëshmitare e diçkaje që do të ndryshonte kaq shumë jetë, përfshirë timen. Ajo bëri një pauzë, duke mbledhur guxim. Kur pash ata detektiv duke fabrikuar prova, instinkti im i parë ishte të fshihesha. Ishte më e sigurt të shtiresha se nuk kisha parë asgjë. Por pastaj mendova për nënën time, për gjithçka që ajo kishte sakrifikuar për të na dhënë një jetë më të mirë këtu, dhe për njerëz si Zoti Viktor që na treguan se ky qytet mund të ishte një shtëpi e vërtetë. Tani, duke dëgjuar të gjitha historitë tuaja, kuptoj se nuk po mbroja vetëm 5 burra. Po mbroja idenë se të gjithë ne meritojmë të trajtohemi me dinjitet, pavarësisht se ku kemi lindur, si dukemi, ose sa para kemi. Duartrokitje ndërpren fjalimin e saj. Kur heshtja u kthye, ajo vazhdoi. Ky fondacion nuk është për mua. Është për të gjithë ne. Është për të krijuar një sistem ku njerëzit si zonja Fiona nuk duhet të jetojnë me frikën për të hapur restorantin e tyre në mëngjes. Ku të rinjt si Ana mund të ndërtojnë ëndrat e tyre pa u përsekutuar. Ku familjet si imja mund të gjejnë jo vetëm streh, por edhe përkatësi të vërtetë. Më shumë duartrokitje, por Kiara nuk kishte mbaruar. Dhe është për të siguruar që kur të ndodhin padrejtësi, dhe ato do të ndodhin, sepse njerëzit e këqij do të ekzistojnë gjithmonë, të ketë një sistem mbështetjeje për ata që kanë guximin t'i denoncojnë. Askush nuk duhet të përballet me korrupsionin vetëm. Kur ajo u ul, pati një moment heshtjeje emocionale para se duartrokitjet të shpërtheheshin në sallë. Roza, e cila ishte ulur në rreshtin e parë, fshinte lotët e krenarisë nga sy. Pas takimit formal, ndërsa njerëzit lëviznin nëpër sallë duke biseduar dhe shkëmbyer informacione kontakti, Kiara u afrua nga një figurë e papritur. Ishte Aron, një burr rreth 70 vjeç që ajo e njihte si pronarin e farmacisë më të vjetër të qytetit, por me të cilin nuk kishte folur kurrë drejt për drejt. Kiara, tha ai, zëri i tij i butë por i ngarkuar me kuptim, mund të flas me ty privatisht për një moment? E intriguar, ajo e ndoqi atë në një cep më të qetë të sallës. Kam diçka për të rrëfyer, tha Aron, duke parë përreth për t'u siguruar se nuk po dëgjoj. Isha unë ai që bëra thirrjen anonime në FBI atë natë. Kiara u shokua. Zotëria? Kam një mikesh që punon si sekretare në stacionin e policisë. Prej muajsh ajo më tregonte për gjëra të çuditshme që vërente, prova që shfaqeshin misteriozisht, raste që arkivoheshin pa shpjegim të duhur, biseda të dyshimta mes detektivëve. Por ajo kishte frikë të fliste, sepse i duhej puna. Kështu që kur ti paralajmërove sipërmarrësit dhe ata vendosën të kontrollonin makinat publikisht, mikesha ime më thiri në panik. Ajo tha se Saliu dhe Oldashi ishin të furishëm sepse operacioni ishte komprometuar. Ishte atëherë kur kuptova se ti kishe të drejtë për atë që kishe parë. Kiara përpunoi informacionin. Pse nuk folet më parë? Aron pshertiu. Frika, fillimisht. Por kryesisht sepse doja që ti të merrje meritat që meritove.
ti ishe ajo që kishte guximin të vepronte kur ishte e rëndësishme. Unë thjesht bëra një telefonat. Por pa thirrjen tuaj, agjentët federal ndoshta nuk do të kishin mbërritur në kohë, theksoi Kiara. Dhe pa guximin tënd fillestar, unë kur nuk do ta kisha ditur se duhej të bëja atë thirrje, u përgjigj Aron. Shi, Kiara, guximi është ngjitës. Kur ti vendose të paralajmëroje ata burra, frymëzove njerëz të tjerë të vepronin gjithashtu. Sekretarja ime Mike më në fund vendosi t'u tregonte të vërtetën hetuesve federal. Familje të tjera më në fund vendosën të ndajnë historitë e tyre. Një val guximi përfshiu qytetin ton dhe gjithçka filloi me një të re 17 vjeçe që zgjodhi të bënte gjën e duhur. Kiara ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Faleminderit që ma treguat këtë. Dhe faleminderit që bëta atë thirrje. Faleminderit ty që më dhe një arsye për ta bërë, u përgjigj Aron duke i shtrënguar butësisht dorën para se të largohej. Më vonë atë natë, Kiara ishte në shtëpi duke ndihmuar Rozën të mbyllte luleshitsen kur mori një telefonat të papritur. Ishte agent Kërmini. Kiara, më falni që ju thira kaq vonë, por kam një përditësim që mendova se do të dëshironit ta dinit menjëherë, tha ai. Sapo kemi marrë konfirmim se gjyqtari i korruptuar vendosi të bashkëpunoj plotësisht me hetimin ton në këmbim të një dënimi të reduktuar. Kjo është mirë, pyeti Kiara. Është e shkëlqyer. Ai na dha dokumente që provojnë të paktën 15 raste në 3 vitet e fundit ku provat janë fabrikuar ose manipuluar. Kjo do të thotë se disa njerëz që u dënuan padrejtësisht do të mund të kenë rastet e tyre të rishikuara dhe ndoshta të anulohen. Kiara ndjeu një val kënaqësie të thellë. Pra, më shumë familje do të marrin drejtësi? Shumë më shumë. Dhe ka edhe diçka tjetër, gjyqtari konfirmoi se ju, specifikisht familja juaj dhe luleshitësia, ishit në listën e shënjestrave për largim. Nëse detektivët do të kishin arritur të akuzonin Viktorin dhe miqtë e tij, hapi tjetër do të ishte ushtrimi i presionit mbi ju dhe nënën tuaj derisa të vendosnit të largoheshit nga qyteti. Kiara ndjeu një të ftohtë në shpinë. Ata vërtet donin të na dëbonin. Ata donin, por nuk ja dolën. Dhe tani, falteje, ata kur nuk do të mund të dëmtojnë familje të tjera në të njëjtën mënyrë. Pasi mbylli telefonin, Kiara u ul në verandën e pasme të luleshitses, duke soditur detin në dritën e hënës. Roza ju bashkua asaj me 2 filxhan çaj të ngrohtë. Për çfarë po mendon, vajza ime? Si ndryshoi gjithçka kaq shpejt, u përgjigj Kiara. Një muaj më parë, shqetësohesha vetëm për provimet e shkollës dhe të ndihmoja ty me lulet. Tani po kryesoj një fondacion dhe po shqyrtoj një praktik me fëbin. Dhe si ndihesh për këto ndryshime? Kiara mendoi për një moment. E frikësuar, por gjithashtu e emocionuar. Ndihem sikur më në fund kam gjetur qëllimin tim. Nuk dua vetëm të ndihmoj familjen tonë të mbijetoj, dua të ndihmoj familje të tjera të lulëzojnë. Roza buzëqeshi, duke i vendosur një krah rreth shpatullave të vajzës. Gjyshja jote do të ishte kaq krenare për ty, ajo thoshte gjithmonë se forca e vërtet nuk vjen nga shmangia e problemeve, por nga përballja me to me kokën lart kur janë të padrejta. Mendon se bëra zgjedhjen e duhur duke pranuar fondacionin dhe praktikën? Mendoj se bëre zgjedhjen e vetme që ishte në përputhje me atë që je, u përgjigj Roza. Dhe mendoj se ky është vetëm fillimi i një jete të dedikuar për të bërë ndryshimin në botë. Ato që ndruan në heshtje të rehatshme, secila e humbur në reflektimet e veta. Kiara mendonte se si kishte ndryshuar në muajt e fundit, por gjithashtu se si vlerat themelore që Roza i kishte mësuar kishin mbetur konstante. Nën, tha ajo më në fund, faleminderit që më mësove se është më mirë të provosh dhe të dështosh se sa të mos provosh kurrë. Faleminderit që më tregove se përgjegjësia jonë ndaj njëri tjetrit shkon përtej familjes sonë. Faleminderit, u përgjigj Roza, që më tregove se krijova një vajzë me guxim të mjaftueshëm për të ndryshuar botën. Kur u kthyen në luleshitse, Kiara shikoi për herë të fundit ndërtesën e vogël që ishte bërë shumë më tepër se një biznes, ishte bërë një simbol i këmbënguljes, komunitetit dhe shpresës. Dritarët shkëlqenin butësisht në dritën e hënës, dhe ajo mund të shite lulet e rregulluara me kujdes që prisnin klientët e ditës tjetër. Nesër do të ishte një ditë tjetër pune, si në luleshitse ashtu edhe në fondacion. Do të kishte familje të reja për të ndihmuar, raste të reja padrejtësie për të hetuar, sfida të reja për t'u përballur. Por Kiara ndihej e përgatitur për të gjitha ato. Ajo kishte mësuar se guximi nuk ishte një destinacion, por një udhëtim.
Çdo ditë ofronte mundësi të reja për të zgjedhur mes frikës dhe veprimit, mes indiferencës dhe dëmshurisë, mes heshtjes dhe të vërtetës. Dhe çdo ditë, ajo do të zgjidhte të bënte gjën e duhur, jo sepse ishte e lehtë, por sepse kjo ishte ajo që ajo kishte vendosur të ishte. Ndërsa hynte në shtëpinë pas luleshitses, Kiara shikoi për herë të fundit qytetin që ishte bërë vërtet shtëpia e saj, jo vetëm sepse ishte aty ku jetonte, por sepse ishte aty ku kishte mësuar të bënte ndryshimin. Dhe ajo e dinte se kudo që ta çonte jeta, do të mbante me vete mësimet e guximit, komunitetit dhe drejtësisë që kishte mësuar në ato rrugë buz detit. E reja e ndrojtur që ishte fshehur pas kutive të luleve ishte bërë një lidere e sigurt, por kishte ruajtur zemrën e butë që e kishte motivuar të vepronte në radhë të parë. Dhe kjo, ajo e dinte, do të bënte gjithë ndryshimin në botën që ende synonte të ndryshonte. 3 vjet më vonë, Kiara qëndronte në podiumin e Universitetit Federal të Tiranës, duke mbajtur diplomën e saj të bachelorit në drejtësi me specializim në të drejtat e njeriut. Në moshën 21 vjeçare, kishte mbushur ditëlindjen javën e mëparshme, ajo ishte diplomuar me nderime dhe tashmë ishte pranuar në një program masteri në drejtësi sociale. Por ajo që e emociononte më shumë nuk ishte diploma në duart e saj, por fytyrat e njohura në audiencë që kishin udhëtuar 2 orë për të dëshmuar këtë moment të veçantë. Roza ishte në rreshtin e parë, rrezatuese nga krenaria, pranë Viktorit, Markut, Pietrit, Teos dhe Albanit. Zonja Anjeza, pavarësisht moshës 75 vjeçare, kishte insistuar të bënte udhëtimin, e mbështetur nga Aron dhe gruaja e tij. Ana, zonja Fiona, Olivi, Filip dhe njerëz të tjerë ishin gjithashtu të pranishëm, njerëz, jetët e të cilëve ishin prekur thellë nga fondacioni ndër vite. Fondacioni Kiara për drejtësi komunitare ishte rritur shumë përtej pritshmërive të saj më optimiste. Tani operonte në 12 qytete përgjatë Breakdatit, kishte ndihmuar më shumë se 300 familje të merrnin drejtësi dhe kishte frymëzuar krijimin e organizatave të ngjashme në shtete të tjera. Programi i mentorimit për të rinjt emigrant ishte bërë një model kombëtar dhe linja telefonike konfidenciale për denoncime kishte rezultuar në hetime që kishin ekspozuar korrupsionin në nivele komunale dhe shtetërore. Më e rëndësishmja, kultura e qytetit të saj të lindjes kishte ndryshuar thelbësisht. Diskriminimi sistematik ishte bërë socialisht i papranueshëm dhe një brez i ri udhëheqësish komunitare kishte dalë në pa. Pas ceremonisë së diplomimit, të gjithë u mblodhen në restorantin Porti i Sigurt për të festuar. Lokali ishte bërë simbolik për të gjithë grupin, jo vetëm sepse ishte vendi ku kishte filluar gjithçka atë natë të tensionuar 3 vjet më parë, por sepse përfaqësonte se si hapësirat dhe komunitetet mund të transformohen plotësisht kur njerëzit bashkohen për drejtësi. Atë kujtohet kur ishe vetëm një nxënëse e ndrojtur e shkollës së mesme, bëri shaka Marku ndërsa ngriheshin dolli me shampanjë pa alkool, gjithmonë me respekt ndaj më të rinjve të grupit. Ajo nuk ishte kurrë thjesht e ndrojtur, korrigjoi Roza me një buzëqeshje plot krenari amtare. Gjithmonë ka pasur atë forcë të brendshme që pulsonte brenda saj. Thjesht i duhej rrethana e duhur për të zbuluar gjithë atë guxim. Viktor u ngrit duke kërkuar vëmendjen e të gjithë të pranishmëve. Kiara, e dim që je pranuar në programin master në Tiranë, por kjo do të thotë 2 vjet larg qytetit ton, larg fondacionit që ke ndërtuar me kaq dashuri dhe përkushtim. Kështu që ne të 5 vendosëm të krijojmë një fond të posaçëm mbështetjeje që do të mundësoj punësimin e një ekipi punonjësish me kohë të plot për fondacionin. Kështu ti mund të përqendrohesh plotësisht në studime duke e ditur se puna do të vazhdoj të rritet dhe të ndihmoj familjet. Lotët e mirënjohjes u formuan në sytë e Kiarës. Ju nuk keni pse ta bëni këtë. Sigurisht që kemi pse, ndërpreu Albani me vendosmëri. Ti na shpëtuar 3 vjet më parë, por më shumë se kaq, ti na mësove një mënyrë të re jetese dhe kontributi në komunitetin ton. Ky është investimi ynë në të ardhmen, në brezin e ardhshëm të mbrojtësve të drejtësisë që ti do të trajnoj dhe frymëzosh. Zonja Fiona u ngrit, zëri i saj i ngarkuar me emocion të thellë. Kiara, kur ti kishe guximin të flisje atë natë 3 vjet më parë, ndryshove jo vetëm fatin e disa njerëzve. Ndryshove plotësisht shpirtin e qytetit ton. Nipërit e mi tani rriten në një vend ku e din se do të mbrohen, ku zërat e tyre vërtet kanë rëndësi. Aron shtoi me zë të fortë, dua të ndaj diçka të rëndësishme me ju. Javën e kaluar, mora një telefonat të papritur nga një i ri nga një qytet i largët. Kishte parë korrupsion lokal dhe donte të dinte nëse duhet të denonconte. E dini pse më thiri mua specifikisht?
sepse kishte dëgjuar për vajzën e guximshme që ndryshoi një qytet të tërë duke denoncuar padrejtësinë. Historia e Kiarës po frymëzon të rinjt në të gjithë vendin të gjejnë guximin e tyre të brendshëm. Ka diçka që gjithmonë kam dashur të pyes, tha Olivi. A pendohesh ndonjëherë që u përfshive? Kiara mendoi me kujdes. Kur nuk jam penduar që denoncova atë që pash. Ndonjëherë pyes veten si do të ishte nëse do të kisha heshtur, nëse do të ishte më e thjeshtë. Por kuptoj se thjeshtësia nuk është një vlerë për të cilën dua të jetoj. Preferoj kompleksitetin e një jete të dedikuar drejtësisë. Teobus qeshi. Kjo është pikërisht përgjigja e pritur. Kjo është arsyeja pse e dim se ti do të përdorësh edukimin tënd për të shumëfishuar ndikimin tënd. Ndërsa Nata përparonte, Kiara e gjeti veten në një moment qetësie me Rozën. Nën, faleminderit që më mësove se përgjegjësia jon shkon përtej mbijetesës, tha ajo. Gjithçka që arrita filloi me vlerat që ti më transmetove. Roza përqafoi vajzën. Të shoh ty të bëhesh një lidere që të tjerët admironin nuk ka dhuratë më të madhe për një nën. Ato vëzhguan detin nën yje, i njëjti det i 3 vjetëve më parë, por gjithçka kishte ndryshuar. Cili është hapi tjetër, pyeti Roza. Gjatë masterit dua të hulumtoj se si të replikojmë modelin ton në komunitetet rurale. Pastaj, ndoshta politik ose avokati kombëtare. Por e di se do të jetë diçka që nderon mësimin e asaj pasditeje. Një person mund të bëjë ndryshimin, por një komunitet i bashkuar mund të transformojë botën. Kur u ndan, çdo person mbante angazhimin për të vazhduar ndërtimin e një shoqërie më të drejtë. Kiara shikoi për herë të fundit qytetin që e kishte formuar. Rrugët e njohura, deti që kishte dëshmuar kaq shumë momente të rëndësishme, gjithçka dukej se shkëlqente me premtimin se puna e drejtësisë do të vazhdonte, e drejtuar nga duar të reja, por e udhëhequr nga të njëjtat vlera guximi, dhemshurie dhe komuniteti që transformuan një të re të ndrojtur në një lidere kombëtare. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kiarës dhe udhëtimi i saj i guximit t'ju ketë prekur thellë. Ashtu si kjo e re zbuloi se një person mund të bëjë ndryshimin, edhe ju keni fuqinë për të transformuar komunitetet tuaja përmes akteve të guximit dhe dhemshurisë. Për më shumë histori frymëzuese që festojnë forcën e shpirtit njerëzor, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Lëreni një pëlqim nëse historia e Kiarës ju frymëzoi dhe ndani në komente përvojat tuaja të guximit ose momente kur zgjodhët të bënit gjën e duhur edhe kur kishit frikë. Së bashku, ne mund të krijojmë një komunitet njerëzish të gatshëm të mbrojnë drejtësinë dhe të mbështesin njëri tjetrin. Shihemi në historinë tjetër.